Kuksi rikthehet sërish në krye të Superligës duke përfituar nga hapi falë si Skënderbeut një ditë më parë. Në Zeqiri Miri skuadra verilindore mundi flamurtarin me rezultatin e ngushtë 1-0 për të ngjitur në kotën e 31 pikëve. Fati i takimit u vendos që në minutën e 23 kur Emini shënoi golin e fitores për Kuksin. Ritmi të verilindorëve i përgjigjet Partizani që mundi Laçin në Elbasan Arena me rezultatin 2-0, duke ngushtuar në 1 pikë diferencën me Skënderbeun e vendit të dytë. Ekuban shënoi golin e parë për skuadrën e drejtuar nga Starova, ndërkohë që të dytin e shënon Torasa nga pika e bardhë e 11 metrashit. Tirana gabon sërish duke u ndalur në barazim 1-1 në shtëpinë e saj përballë Korabit. Bardhëblut kaluan të parët në avantazh me Takun, por Tibranët reaguan me plagun që barazon brenda pjesës së parë. Skuadra e Josës vuajti sërish në finalizimin e aksioneve dhe pse rastet nuk i munguan. Spektakël dhe gola ka dhuruar sfida e Loro Boricit mes vllaznisë dhe luftëtarit, ku ishte skuadra Gjero Kastrita ajo që mori 3 pikët. Luftëtari kaloi në avantazh fal autogolit të Cicmil, por pas 6 minutash vllaznia barazoi rezultatin 1-1 me Shtubinën. Një ekuilibër që nuk zgjati shumë pasi luftëtari me Reginaldo nuk thye në avantazh. Vllaznia u kundërpërgjigje edhe në këtë rast duke rikthyer barazimin në fushë me golin e Markut. Në pjesën e dytë luftëtari mori avantazhin për të tretën herë në këtë takim me Reginaldon, që shënoi golin e tij të dytë personal për këtë takim. Këtë herë vllaznia nuk mundi dot të përsërisë historinë e 45 minutave të para. Dhe ndeshja përfundoi 3-2 për luftëtarin që e sheh veten në vendin e 6 me 18 pikë.